Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7. Prindërimi është një nga thirrjet më të bukura, por edhe më sfiduese të jetës. Shpesh kërkojmë recetën e duhur, rregullin perfekt apo metodën që funksionon për çdo fëmijë, por realiteti na tregon se çdo fëmijë është unik dhe çdo familje ka dinamikën e vet. Ne sot do të flasim për emocionet, për sjelljen, komunikimin në prindërim dhe pse nuk ekzistojnë receta të gatshme. E ftuar e jon Pranvera Dhima, themeluese e Qendrës Sakt, këshilluese dhe trajnere prindërimi. Pranvera, faleminderit që je këtu me ne sërish në këtë intervistë. Faleminderit Tunela për ftesën. Është kënaqësi, për herë kënaqësi të kemi. Siç e thash në hyrje të kësaj interviste, në prindërim nuk ka receta. Prindërit në fakt duan formula të shpejta. Duan se është më e thjeshtë të ndjekësh disa instruksione se sa të navigosh çfarë mund të funksionojë dhe si mund të arrijë atë që unë dëshiroj. E vërteta është që nuk ka receta. Recetat janë për gatim, vetëm në gatim mund të funksionojë që duke ndjekur të njëjtat instruksione gjithmonë të dalin njëjti rezultat. Në prindërim, ashtu siç ti përmende, fëmijët janë unik, familjet kanë dinamikat e veta dhe pa diskutim çfarë funksionon për një fëmijë nuk funksionon për një tjetër. Sepse familjet gjithashtu kanë rutina të ndryshme, kanë kontekste të ndryshme sociale, kanë marrëdhënie të ndryshme midis njëri tjetrit në familje. Disa kanë dinamika të shtuara, mund të jenë disa çifte në të njëjtën shtëpi, disa kanë disa fëmijë, dikush ka vetëm një fëmijë. Çdo gjë ndikon dinamikat e familjes në mënyrë unike. Fëmijët edhe me të njëjtin fëmijë nuk mund të përdorësh të njëjtat instruksione apo koncept për zgjidhjen e problemeve kur është 3 vjeç dhe kur është 13 vjeç. Pra edhe fëmijët evoluojnë, ndryshojnë. Prandaj shumica e prindërve kur vinë kërkojnë receta të shpejta, zgjidhje të shpejta, sepse presioni që ata ndjejnë dhe kanë mund të jetë edhe emergjencë për ndërhyrje, po edhe jemi mësuar pak me këtë ritmin e të bëri gjërave shpejt. E dua tani, e marr shpejt, e realizoj shpejt. Dhe këtë kemi rënë në këtë presion, në këtë kurth pak edhe në prindërim. Po, shohim pak edhe shembujt e tjerëve, që fëmia im të jetë si tjetri, bëjmë dhe krahasime, pra ka shumë. Kjo është pastaj problematik e shtuar, është futet tek ato gabimet e prindërimit. Megjithatë, ne shpesh kur flasim me prindrit, përpiqemi të theksojmë pjesën që shiko, ajo gjëja që ti shikon së jashtëmi, pra dukja, mund të mos jetë vërtet çfarë është duke ndodhur brenda familjes tjetrit, brenda fëmijës tjetrit. Prandaj dhe krahasimi nuk është asnjëherë i shëndetshëm. Krahasimi me fëmijë të tjerë apo me familje të tjera. Si mendon, çfarë roli luajnë emocionet e prindit në sjelljen e fëmijës? Kanë rol deciziv, do thoja, sepse prindrit përcaktojnë klimën emocionale në familje. Nëse një familje ka një atmosferë emocionale, le të themi të ngarkuar, me zënka të shpeshta, me frustrim, me ngritje zëri, me debate të vazhdueshme, fëmia do rritet introvert, i mbyllur në vetvete, rritet me mungesë vetbesimi, ose kalon pastaj në agresivitet kur modelet që janë ofruar janë agresive. Prandaj klima, atmosfera familjare është shumë e rëndësishme, sepse nëse prindrit ofrojnë në familje një atmosferë qetësie, sigurie, një ambient ku fëmia ndihet i sigurt, atëherë ai ka mundësinë të lulëzojë dhe të japë më të mirën e vet, sepse nuk dihet i kërcënuar në mënyrë të vazhdueshme. Po, pra reagimi i prindit është shumë e rëndësishëm se sa sjellja e fëmijës? Reagimi i prindit në shumë raste përcakton sjelljen e fëmijës. Fëmia në fakt kur sillet ka, le të themi, është forma e komunikimit të vet. Pra, sjellja e fëmijës identifikon ose përçon tek ne të rriturit një kërkesë për ndihmë. Është një nevojë. Mund të jetë nevojë fizike, fiziologjike, mund të jetë një nevojë e papërmbushur emocionale. Dhe nëse është fiziologjike, si për shembull, ai qan sepse ka vap, apo ndihet i frustruar dhe është i zemruar, ku di unë, mbase ka uri dhe ai nuk di të kuptoj akoma në trupin e vet që shiko, unë kam uri, më ka rënë niveli i sheqerit dhe tani duhet të ushqehem. Por ai e shpreh këtë përmes sjelljeve të papërshtatshme, irritohet lehtë ose pra mund mos ketë fjetur mirë, pra këto janë nevoja fiziologjike. Por mund të ketë dhe nevoja gjithashtu emocionale, psikologjike, mund të ndihet i padëgjuar, mund të ndihet i lënë me njan, mund të jetë xheloz, mund të ketë frikë. Dhe të gjitha sjelljet që bën janë, le të themi, një formë se si fëmia është duke komunikuar çfarë u ndjej dhe i takon prindit pastaj që të kuptoj përmes sjelljes të dalë tek thelbi i vërtetës se pse fëmia e bën këtë. Po, pra përpiqet të komunikojë diçka, të jap një mesazh përmes sjelljes së tij. Ai nuk është i vetëdijshëm që po e bën, ai është natyraliteti vet, sepse fëmijët kur lindin
janë, le të themi, lindin me mungesë aftësie për t'i menaxhuar emocionet. Dhe shpesh herë emocionet të cilat ata nuk dinë si t'i menaxhojnë, përkthehen në sjellje shpesh herë të papërshtatshme ose të bezdisshme që etiketohen. Dhe shpesh herë ato etiketohen si fëmijë të këqinj, fëmijë keq, fëmijë pasjellshëm, fëmijë pabindur, ndërkohë që realisht arsyeja pse fëmia e bën këtë nuk po lexohet qartë nga prindi, sepse aty ka një nevojë apo disa nevoja të papërmbushura që e bëjnë këtë fëmijë të reagojnë në atë formë. Po, dhe pranvera gjithmonë në momente tensionin familje komunikimi prishet. A ka disa gjëra që prindërit i bëjnë vërtet gabim? Patjetër që ka, asnjë prej nesh nuk është perfekt, edhe unë bëj gabime, kam kuptuar që kam bërë dhe gabime dhe më vonë i kam kuptuar shpeshherë, sepse neve kur jemi shumë të angazhuar për të bërë diçka, jemi mbase edhe të ngarkuar, rendim për të bërë disa gjëra të cilat na marrin shumë kohë, shumë energji, shumë vëmendje dhe bëhemi shumë të shpejt pastaj për të për të etiketuar, për të emërtuar disa sjellje të cilat po manifestohen në shtëpi dhe vihen etiketime të cilat lidhen në fakt me identitetin e fëmijës, si për shembull ti je i keq. Ose sillu si vllai krahasime, pse nuk bën si vllai, shikon sa mirë sillet vllai, ndërkohë fëmimi strec, na çmande, na mërzite, x-ën na shpife. Pra, fjalë të tilla të cilat i transmetojnë fëmijës mesazhin që nuk je i dëshiruar, që s'dua të të shoh, s'dua të të dëgjoj tani. Dhe kur ne jemi të ngarkuar emocionalisht vetë, apo qoftë edhe të lodhur të mbi ngarkuar nga gjëra të ndryshme të jetës, zakonisht ndodh që deficiti jon do bjerë në familje, se në jashtë familjes ne përpiqemi prapë ta ruajmë, të komportohemi, të ruajmë në më të mirën tonë, por familja duke qenë vendi jon i relaksimit, ja lejojmë vetes dhe një fjalë më tepër. Dhe duke i thënë këto fjalë sot një, nesër një tjetër, pas nesër një tjetër, ndikojmë tek fëmia ndërtimin e një karakteri pastaj që është i pashëndetshëm, sepse fëmia fillon dhe merr disa mesazhe mikse. Sot mami dhe babi më duan, një javë rresh kur ata janë të zemëruar, sot nuk më duan dhe unë jam i keq. Dhe fëmia nuk arrin dot ta perceptojë që babi dhe mami e kanë gabim. Ata kanë më të lehtë të besojnë që unë jam gabim. Unë jam i keq dhe fillojnë dhe mbyllen e vetvete në shumë raste. Që komunikimi në familje, qoftë midis prindërve, qoftë midis një prindi dhe një fëmije, kur fëmijët e tjerë janë të pranishëm, patjetër që lën impakt tek të gjithë familja. Dhe mund të vendosim kufi të shëndetshëm pa frikë, pa ndëshkim, pa presion të ashpër? Tani ka dalë pak si shumë në mod kjo gentle parenting që quajmë neve, kjo prindërimi i butë, dhe nganjëherë kjo konsiderohet e gabuar tek ata që s'e kuptojnë se çfarë është prindërimi i butë. Në fakt prindërimi i butë nuk ka të bëjë me mungesën e kufinve apo mungesën e përfshirjes në jetën e fëmijëve, pra qenit lejues. Jo, prindërimi i butë ka të bëjë me faktin që ti merr në konsiderat ndjenjat dhe emocionet e fëmijës. Ti e dëgjon fëmijën dhe më pas ndërhyn për t'i dhënë qoftë mësimin, qoftë korrigjimin. Vendosja e kufinve është një element shumë i rëndësishëm e cila lidhet me disiplinën. Disiplina si koncept është shumë i ndryshëm nga ndëshkimi dhe ne akoma nuk dimë ta bëjmë të dallim siç duhet. Pra këtë njohim në praktik. Ndëshkimi ka të bëjë me ndjesit që i krijohen fëmijës mbi faktin që ti nuk je i mirë mjaftueshëm, ti je gabim, ti s'ja del dot, ti s'funksionon, ti je i keq, më ke mërzitur mua dhe prandaj ti do ndëshkohesh. Ndërsa disiplina ka të bëjë me vendosjen e disa kufimve, të cilat janë si ato tabelat në rrugë, kur ne nisemi në një udhëtim dhe ti përgjatë rrugës shikon që ka tabela, këtu ul shpejtësinë, këtu ka një kthes, këtu ec me 30 km/h. Pra këto janë tabela orientuese. Dhe nëse një shofer nuk i ka këto rrugës, do krijohet kaos në rrugë dhe mund të rrezikohet jeta. Kështu që e njëjta gjë është dhe me fëmijën, nëse ne si prindër, le të themi përgjatë jetës, rrjedhjes së jetës, ne jemi të qëllimt për të vendosur këto tabela. Jo, kjo fjala nuk thuhet, ky koment ishte i tepër, këtë gjën pikërisht, këtë gjë nuk e bëjmë. Shumë herë fëmijët marrin shuplaka, ofendime për gjëra që as nuk e dinë se ç'a bën. Nuk e dinë pse e morën dhe nuk marrin një shpjegim mbrapsht. Ose pastaj është pjesa e ndëshkimit që pa i shpjeguar mirë se për çfarë e ka marrë dënimin dhe për çfarë po çortohet dhe korrigjohet, dhe ik në banjo. Me vrap të dhoma jote, mos më dil përpara syve. E kupton? Ose je i dënuar për, ku di unë,
je i dënuar, kaq, po pa përcaktuar kohën, afatin, sepse është i dënuar, për çfarë arsye, kush ishte gabimi, si mund ta fitojë mbrapsht privilegjin që humbi, sepse është normale që nëse një fëmijë, le të themi, ti ke thënë që pasi neve lozim, i mbledhim lodrat, nuk i lëm të shpërndara, ti ke thënë 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe fëmia ka moshën e konsiderueshme për të perceptuar që ajo që po i thua e ka kuptuar pra, por nuk po don ta bëj, atëherë prindi patjetër që në formë disiplinimi, si pasojë natyrale e sjelljes së vet, mund të vendosë t'ja heqi lodrat për një afat, le të themi 1 ditë, 2 ditë, mund t'i thotë që nuk do lozesh me këto lodra sepse ti nuk ke ndjekur udhëzimin që pas lojës duhet të mbledhesh, pastrosh rrëmujën tënde. Dhe ti po fillon dhe i transmeton fëmijës që kjo sjellje ka këtë pasojë. Por çfarë ndodh në të vërtetë që në shumë raste prindrit i ndëshkojnë fëmijët emocionalisht. Në vend që t'i japin pasojë natyrale të sjelljes, i thonë nuk të kam xhan. Ik, nuk të dua, mos më afro, mos më prek, mos më puth, sepse fëmia ndihet i trishtuar kur merr këtë qortim dhe kur e ndjen që mami dhe babi janë të zhgënjur me të. Ai tenton të afrohet, të stonoj, që t'i zbusi, dhe këta nga që janë të zemëruar, në vend që të merren me fëmijën, mendojnë se duke i bërë një presion emocional të kësaj natyre që nuk dua, mos më afro. Fëmia do ndryshojë. Fëmia do marrë mesazhin që më ke mërzitur dhe nuk do ta bësh më. Po në fakt fëmia nuk merr këtë mesazh. Fëmia merr mesazhin që unë nuk të dua ty. Unë të dua ty vetëm kur sillesh mirë. Dhe kjo nuk duhet jetë fare pjesë e asaj që ne e quajmë pjesë e disiplinimit apo e pasojave. Dashuria duhet jetë e pakushtëzuar ndaj fëmijës, në mënyrë që ata të rriten me vetbesim dhe të jemi si ai fanari në det ku pavarësisht se si lundron varka në ujë, pavarësisht se sa sfida edhe sa le të themi i vrazh mund jenë këto dallgët e detit, ne sërish prindi është si ai fanari atje që është ajo drita e ndezur që ti mund të orientohesh dhe ti gjithmonë mund të shkosh dhe ti je i sigurt atje. Ata të duan, të pranojnë dhe janë gjithmonë aty për ty. Dhe kjo nuk do të thotë që ti të pranosh gabimet e fëmijës. Në gabimet ne merremi, por neve nuk refuzojmë fëmijën. Po në rastin tjetër, kur prindrit ndihen fajtor ose ndihen të pamjaftueshëm, si ndikon kjo në marrëdhënien prind-fëmijë? Në shumicën e rasteve është një ndjesi emocionale që prindrit e përjetojnë në një fazë apo në një fazë tjetër, sepse ndihen, kjo ndjesia e fajt vjen edhe kur ti je shumë i zënë, shumë i ngarkuar, mund të kesh një periudhë shumë të zënë në punë dhe si e fare i pranishëm fizikisht dhe këto janë ndjesit tona emocionale që trazohen, pra ti e kupton që nuk po bën gjën që ti doje dhe duhet të bësh. Dhe janë të janë të pashmangshme, janë pjesë e jetës tonë ndjesit e vogla të fajit. Por ka raste kur një fëmijë mund të jetë i smur dhe ti për arsye shëndetësore i detyruar të udhëtosh kohë të gjatë të largosh nga familja ose vetë mund të jesh i smur dhe i paaft për të shërbyer fëmijëve dhe ndjesitë e fajit vazhdimisht trazohen. Kryesisht tek mamat që janë edhe më emocionale, më të ndjeshme, e të shikojnë si pjesë përgjegjësisë së tyre të drejtë për drejtë me rritjen e fëmijëve dhe patjetër që kjo mund bëhet shpeshherë barr për prindin. Po kjo është një barr të cilin nuk ndihmon askënd. Nuk ndihmon personin, nuk ndihmon fëmijën. Ndjesia e fajit që ne kemi është një ngërç emocional të cilin ne duhet të punojmë, ta përpunojmë dhe ta tejkalojmë, sepse vetëm është një kohë e humbur ekstra që ti e kalon duke u marrë me ndjesitë tua të fajit. A ka diçka që mund të bësh për këtë situatë? A mund të ndryshosh diçka për të ribalancuar jetën? A ka diçka që mund të shtosh, le të themi, në familjen tënde, të rregullosh rutinën, të kërkosh ndihmë ekstra, në mënyrë që të kesh më tepër kohë në dispozicion për t'ju përkushtuar fëmijëve. Pra, le të përpiqemi të gjenerojmë zgjidhje se çfarë mund të bëjmë më mirë, çfarë mund të ndryshojë, qoftë gjërat vogla dhe por praktike efektive, se sa të harxojmë kohën duke përjetuar ndjesitë e fajit edhe të futemi në këtë rrethjen e fajit, i cili shpesh herë për shkak të ndjesive të fajit mund të kalojmë dhe në agresivitet dhe në nervozizëm të shtuar. Pra ndjehemi keq me veten dhe unë e nxjerr pastaj me të tjerët, e nxjerr me bashkëshortin, e nxjerr me fëmijët, sërish dhe prap vazhdon ti u solle keq, e ngritë zërin, u lëritë se je frustruar dhe pastaj ti prap të ndihesh keq. Shiko se unë s'po bëj prap mjaftueshëm. Pra nuk del dot nga ky cikli. Kështu do kuptojmë, ne jemi njerëz, të gjithë kemi nevoja, fëmijët kanë nevoja, po edhe neve kemi nevoja. Dhe nevojat tona janë gjithashtu të rëndësishme. Kur ne jemi mirë me veten tonë, atëherë do jemi edhe prind më efektiv. Kështu që vërtet mund të lëm disa gjëra pa bër,
sepse në jetë s'mund t'i bësh dot të gjitha në të njëjtën kohë, por do të vendosim prioritete dhe të qenit mirë ne si prindër me veten tonë duhet jetë prioritet, sepse nuk mund të jetë kurrë një fëmijë mirë nëse prindrit nuk janë mirë. Sepse herët avon ne do përfundojmë, ajo maska hipokrizisë do bjerë dhe problemet do shpërfaqen. Nuk mund të bëjmë dot sikur s'janë aty. Po, ka raste edhe nëna që thonë, shiko, unë nuk kam ndjenjën e fajt, unë kam bërë maksimumin, kaq munda, kaq dia të bëja, nisur edhe nga eksperienca jote që ti je nën me fëmijë në cilin stad ke arritur ti të kuptosh që ke bërë maksimumin, ke bërë aq sa ke mundur, ndoshta nuk dije më shumë. Shiko, më mendoj që në çdo fazë të rritjes së fëmijëve ne bëjmë një farë bilanci me veten tonë, le të themi, si po e dalë. Zakonisht ky bilanc bëhet ose kur ke ca sfida, ose kur shikon ca suksese. Kur ti shikon suksese, thua, ja kam dalë, bravo, më lumt, kam punuar mirë. Kur sfidat vinë, ti thua, ore, po çka kam bërë? Fillon të vë në pikpyetje ku kam gabuar. Ka raste që ne e dim ku kemi gabuar, jemi të vetëdijshëm, po se kthejmë dot kohën pas. Ka raste të tjera ku as nuk e dim ku kemi gabuar. Një gjë është e rëndësishme të kuptojmë që edhe ta pranojmë si fakt të mirë që fëmia jon nuk është, le të themi, siguria që unë kam prindëruar mirë. Ecuria e fëmijës nuk do të thotë patjetër që unë kam prindëruar mirë. Fëmia është një individ më vete dhe shumë shpejt do kuptosh, së pakën kur hyn në adoleshencë, aktualisht fëmijët e mi janë në adoleshencë. Dhe ti kupton që disa gjëra janë të tyret, nuk ja kam mësuar unë, nuk i kanë marrë në familje. Kanë filluar të shfaqin unin e tyre, individualitetin e tyre. Dhe kjo nuk është asnjë gjë e gabuar, sepse ai është një individ më vete. Ama bazat e vlerave, të mini kulturës tonë si familje, të formave të komunikimit dhe marrëdhënia, ato janë ndërtuar për shkak se kemi investuar ne. Por kur ne shikojmë disa sjellje tek fëmijët, të cilët rrugës mund të mos na dëgjojnë më, sepse ne e dim që kur fillon adoleshenca, zëri dhe fuqia e prindit në jetën e fëmijës fillon dhe zbehet dukshëm, sepse ka të tjerë zëra në jetën e fëmijës që fillojnë dhe marrin një rëndësi më të madhe, siç janë shokët, media, influencat të ndryshëm e tjerë. Dhe dështimet dhe sukseset e fëmijës jo domosdoshmërisht përcaktojnë që ne kemi prindëruar mirë ose jo. Ka prindër që vërtetësisht kanë bërë shumë gabime. Ka edhe prindër që i kanë braktisur fëmijët në përjetimore. Dhe ka fëmijë që janë rritur dhe janë bërë të zotët e vetës. Pra, kjo nuk është merit e prindit. Siç ka edhe fëmijë të cilët rriten në familje që le të themi marrin shumë përkujdesje, shumë dashuri dhe për shkak se kanë marrë çdo gjë dhe me tepric, janë velur dhe kalojnë në një ekstremitet tjetër i cili mund të kalojnë në rebelizëm, të thyej kufin, të eksperimentojnë me gjëra të pashëndetshme dhe kjo jo domosdoshmërisht është përgjegjësi e familjes. Aty individi fillon të mendojë si unë jam i shkëputur nga familja, nuk jam më pjesë e tyre, jam më vete. Dhe ai fillon të merr vendime dhe këto vendime kanë pasoja dhe fëmia fillon të kupton nga këto pasoja që nuk qenë ka vetëm që kur unë bëj një gabim më të çorton mami dhe babi, po këto pasoja tani rriten. Kjo pesha e pasojës është më e rëndë, sepse mund të përfundoj në burg, sepse mund të përfundoj me gjob, etj. Dhe këta thjesht ti do t'i lësh të fluturojnë, por prindi nuk është e lehtë ta lësh fëmijën të fluturojë vetë me krahët e vet. Është ende në fuqi kufiri i moshës 18 vjeç që tani ai merr vetë vendime dhe unë nuk ndërhyj dot sepse tani nuk pyet më. Shiko, unë mendoj që e para nuk ka asgjë të prerë me thik. Ka edhe fëmijë të cilët janë 25, edhe 45 dhe janë prapë pa marrin vendime. Edhe ngelen fëmijë emocionalisht të papjekur. Neve si prindër patjetër që mund të lozim një rol shumë të rëndësishëm në këtë pikë. Në qoftë se neve e ndihmojmë fëmijën që të marrë vendime të shëndetshme sipas moshës në cilën është, të përballet me vendimarrje, atëherë ai do gjasat janë që duke parë vendimet që ai merr, që janë më të padëmshme në vegjëli, rrugës do mësoj të bëj këtë zgjidhjen shkak pasojë dhe do përdori logjike në zgjidhjen e problemeve. Natyrisht truri nuk përfundon zhvillimin, pra truri pjesa e funksioneve ekzekutive, që është lobi frontal, nuk e përfundon zhvillimin të plot të vetin deri në moshën 21-23 vjeç, le të themi. Kështu që një adoleshent thjesht se ka përceu pragun brenda një ore apo 60 sekondave nga 17 kaloj në 18, kjo nuk e bën atë më të maturuar, as pak. Dhe ky është në fakt një nga ngërçet në familje, sepse deri dje
ti ke dashur që fëmia të pyes ty për çdo gjë, të bindet ty në çdo gjë, vetëm të ndjek udhëzime dhe të mos ketë një mendim ndryshe kritik, po pusho e them unë, e di unë. Dhe më njëherë pas kësaj, tani je i rritur, çfarë do bësh me jetën tënde? Pse kështu do ta hash jetën ti dhe kaloj në ekstremin e kundërt, ndërkohë që nuk ke punuar me të si prind, me të gjitha aftësitë sociale që fëmijës i duhen, po edhe me kapacitetin psikologjik, që ai të rritet në vetbesim dhe të kuptojë që po, unë këtë gjën do ta nis dhe mund t'ja dal. Pra është një pritshmëri e gabuar nga ana e prindërve dhe më pas fëmijën e kanë mbajtur të mbyllur brenda, të kyçur, le themi, në pasiguritë e veta deri në atë moshë dhe më pas presin që ai tani të bëj shpikje dhe shkencë dhe të jetë më i zgjuarit që të na nderojë neve mundësisht. Kjo është një pritshmëri jo realiste, e gabuar, e pashëndetshme. Ne dhe fëmijët duhet i mësojmë t'i pajisim me aftësitë që i duhen në çdo fazë të moshës rritjes tyre. Dhe nuk mundet që njerë t'u zgjidhim ne të gjitha, t'u zgjedhim edhe çorapet që do veshin kur është 17, t'u hekurosim dhe bluzën, edhe t'u përgatisim dhe çantën për shkollë, e t'u çojmë bukën te krevati dhe më pas të presim befas që tani që hyri në universitet, ai të ditë bëj çdo gjë vetë dhe të menaxhoj gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë, madje edhe të punësohet si shokët e vet, se është krahasimi pastaj që futet. Kjo pastaj krijon shumë polemika, debate dhe shkakton që adoleshentët të thyen komunikimin. Si mendon, një fëmijë më e lehtë apo më shumë fëmijë është më vështirë? Tani familjet kanë dinamika të ndryshme, varet shumë se si e menaxhon çifti dhe çfarë vendosin ata si prioritet. Sigurisht kur ke shumë fëmijë, le të themi mbi 3-4, po themi, patjetër që kush do ngarkohet më tepër janë prindrit. Qoftë në aspektin e buxhetit të familjes, në aspektin ekonomik, po qoftë edhe në aspektin e angazhimit, sa i themi kohës edhe cilësisë së jetës dhe cilësisë së marrëdhënies, secili do doj kohën e vet, të pandërprerë. Pastaj, a janë ato më mirë me njëri tjetrin? Personalisht besoj që po. Është shumë mirë kur ka disa fëmijë në familje, sepse edhe kur prindi nuk është kaq i pranishëm apo kaq i hapur për të qenë komunikues dhe për t'i dhënë vëmendje dhe kohë dhe lojë e tjerë fëmijës, fëmijët të paktën kanë dinamika midis njëri tjetrit në shtëpi. Mësojnë të ndajnë me njëri tjetrin, mësojnë edhe të bëjnë ato luftrat e para të cilet shumë prindër trembën kur i shohin që zihen fëmijët. Ato janë pjesë e zhvillimit të aftësive sociale, jo domosdoshmërisht janë të gabuara. Pra, fëmijët teston dhe ndërton kufijtë e vet. Pra, ka shumë gjëra që mësohen në një familje të madhe, të cilat një fëmijë që rritet si fëmijë i vetëm, nuk i mëson dot brenda familjes. Rrugës patjetër mund t'i mësoj, por nuk është njësoj. Çfarë do t'i thojë një prindi që ndihet i lodhur emocionalisht? Një prindi i lodhur do t'i thoja që bëj çdo gjë në dorën tënde që të shplodhesh. Vendos veten jo në fund të listës. Vendos aty nga fillimi, sepse nuk do të thotë që je prind i mirë kur ti le veten tënde totalisht pas dore. Një prind i ezauruar, i raskapitur, prodhon vetëm frustrim në familje. Nuk mund të japi gjërat që familja ka nevojë. Ti vërtet mund të bësh edhe dy punë. Dhe mos jesh fare e pranishme dhe kur vjen vetëm flen gjumë dhe shtëpia është hotel, se ti realisht po raskapitesh për mirëqenien ekonomike të familjes. Por ti nuk je i pranishëm. Fëmijët sërish po i mungojnë shumë gjëra, ndoshta jo ato ekonomiket, jo buka në tavolin, por po i mungon ti, po i mungon marrëdhënia. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në shumicën e rasteve, konfliktet dalin, shpërthejnë befas ose problematikat egzagerohen, zmadhohen dhe sjellin pasoja sepse nuk ka marrëdhënie. Nëse një marrëdhënie është e shëndetshme dhe ka komunikim, ka mirëkuptim, ka empati midis fëmijës dhe prindit, atëherë kjo marrëdhënie është e shëndetshme dhe funksionale dhe çdo sfidë që vjen kalohet së bashku, sepse çdo familje ka sfidat e veta. Ndërsa një prind i raskapitur ka ndjesitë e fajt, ka mungesë fuqie, ka mungesë lidhje me fëmijët dhe të tëra këto janë mungesë, pra probleme. Më mirë ndalojmë hapin, bëjmë një rezume të jetës, çfarë po bëjmë, vërtet po vrapoj, po mos po rrotullohem në një rreth kështu, dhe s'po shkoj as gjikundi, kush janë prioritet nevojat tani të fëmijës në këtë moshë, kush është më e rëndësishme, është më e rëndësishme që unë të bëj dy punë që të kem edhe një shtëpi më të madhe, më të mirë dhe të kursej edhe për pushimet, apo është më e rëndësishme ajo koha, ajo 2 orë, 1 orë që unë paktën ta kaloj me fëmijën çdo ditë që të mund të jemi pranishëm në jetën e vet.
Që një prind i raskapitur, unë do t'i thoja ndalo hapin, fillo të shijosh jetën tënde një herë, sepse çfarë ndodh është kur prindi jeton vetëm për fëmijën dhe sakrifikon vetëm për fëmijën, në fakt çfarë bën pastaj, përveç se i ka dhënë modelin e gabuar fëmijës, prindi do ndihet vetë bosh. Dhe kur fëmija largohet një ditë nga ajo shtëpi, do kenë pritshmërinë që ti më detyrohesh mua, sa unë kam bërë çdo gjë për ty. Në fakt, ne si prindër çdo gjë që bëjmë kemi për detyrë ta bëjmë për fëmijët tanë, dhe bëjmë mirë ta bëjmë mirë këtë detyrë. Dhe fëmijët nuk na detyrohen gjë, përveç se respekt dhe dashuri. Dhe nëse ne i ndërtojmë, i modelojmë formën e shëndetshme, patjetër që nëse unë i kam dhënë empati, edhe ai do jetë empatik, se unë të plakem, edhe ai do ta ketë dëmsuri ndaj meje, siç unë kam shfaqur dëmsuri ndaj fëmijës kur ishte smur. Më kupton? Por qëllimi nuk do jetë që unë po të mbaj sot ty dhe pastaj ti do më mbash mua në pleqëri. Edhe të shkaktojmë këto ndjesitë e fajit, të presionit, të kontrollit, pritshmëritë, të cilat nuk janë të shëndetshme. Po. Edhe krijohet distancë, sidomos në adoleshencë, jo lidhje përmes komunikimit. Në adoleshencë edhe më tej. Po. Edhe më tej ka plot të rinj të cilët realisht vinë dhe qajnë si fëmijë të vegjël, të rritur, mbi 25-tat, të cilët thonë mua nuk më ka munguar gjë nga ana ekonomike në familje, e kemi patur të gjitha, por nuk ka marrë kur një fjalë të ngrohtë nga babi im ose nga mami im, gjithmonë vetëm kritika dhe gjëra negative. Kjo ta thyen zemrën apo jo? Dhe pavarësisht se e kanë kërkuar këtë, herë mbas here, në forma nga më të ndryshme kur janë rritur, sërish nuk janë kuptuar, nuk janë dëgjuar. Dhe një nga gabimet që prindrit gjithmonë bëjnë edhe në vegjëli, po edhe përgjatë rritjes së fëmijëve, është që tentojnë t'i bëjnë moral fëmijëve kur fëmijët janë të zemëruar, kur janë të mbingarkuar emocionalisht, por nuk është koha aty për të dhënë mësim, këshilla, sepse fëmija është në ngarkesë emocionale, edhe në të rritur kur jemi të zemëruar, ne themi mos fol pa u qetësuar, se domethënë nuk thua gjëra shumë të zgjuara. Kështu që prit një herë të qetësohet, jo flak për flak, domethënë i pjekur, i maturuar, i supozohet jemi ne, dhe mos ta shndërrojmë konfliktin në nevojë për kontroll, se kush e ka, kush e thot fjalën e fundit dhe kush e vën pikën mbi i gjës. Është shumë e rëndësishme, dinamikat janë të ndryshme në familje. Prandaj ne them që receta nuk ka, ama ka disa rregulla të arta, të cilat nuk ndryshojnë dhe nuk zbehen me ndryshimin e gjeneratave. Por duhet të ecim edhe pak me hapin e të rinjve të sotshëm. Të rinj të sotëm kanë perceptojnë në një formë ndryshe nga që kemi perceptuar ne në brezin tonë. Dhe nuk është, domethënë, kush duhet të ndryshojë, duhet jemi prapë ne, se nuk mund t'i mbajmë ata peng tonin që ata të na kuptojnë ne dhe të ecin ata mbrapsht. Ato do ecin me ritmin e tyre, me hapin e kohës. Neve na takon të edukohemi, të lexojmë, të informohemi, të jemi vigjilent, nuk mund ta lëmë kështu në rënje të lirë. Cilat janë disa nga rastet ose format më të shpeshta të rasteve në qendrën që ju drejtoni, akt të marrëdhënieve prind-fëmijë? Rastet këshillimi. Janë konflikte të vazhdueshme, mungesa e komunikimit, varësit ndaj këtyre pajisjeve elektronike, agresiviteti, mungesa e rezultateve akademike në shkollë, çështjet e vetbesimit të fëmijët, izolimi në vetvete i fëmijëve. Pra ata kuptojnë, prindit fillojnë të ndërgjegjësohen kur fëmia vjen në shtëpi, prindi e pyet si kalove sot, mirë, dhe kaq, dhe nuk e hap më gojen. Po kjo nuk thot brenda ditës. Kjo do të thotë që komunikimi është thyer me kohë. Tani ti thjesht u bëri vetëdijshëm, sepse kjo gjëja po bën mu. Dhe ka momenti tani që ti thua, unë po e humbas të fëmijën dhe do kërkoj ndihmë. Dhe sa mirë që kërkoj ndihmë, sepse në shumicën e rasteve marrëdhëniet rikuperohen dhe mund të gjenë patjetër rrugë të reja zgjidhje të konflikteve dhe të problemeve. Ndryshimet në toleranca janë një nga problematikat në familje, ku njëri prind është shumë tolerant, tjetri është shumë kërkues. Kjo sjellin konfuzion në familje dhe fëmia fillon dhe ka këto problematikat e sjelljes, ndryshe sillet me njërin prind, ndryshe me tjetrin, dhe fillon është çështje kohe ku do filloj kaosi në shtëpi. Po. Gjithashtu, a ka një rritje të interesit për terapi këshillimi në qendrën akt? Ka rritje të interesit, kjo është një gjë shumë e mirë për të përgëzuar nga prindërit, është rritur ndërgjegjësimi për kërkuar ndihmë, po thyhen ato kufinte e frikës nga paragjykimi, të ndrojtjes etj. Patjetër që disa ndjehen të rezervuar, por kuptojnë që
Shiko, nevoja ime për zgjidhjen e problemit është më e rëndësishme se sa nevoja ime apo frika ime për të mos e bërë publike këtë gjë. Sigurisht çdo gjë që ndahet aty është konfidenciale, në një nivel shumë profesional dhe patjetër që gjithkush duhet të ndihet i sigurt, por kjo marrëdhënie besimi ndërtohet me kalimin e kohës. Njerëzit i shtyn nevoja për të kërkuar ndihmë, siç neve shkojmë te mjeku kur kemi një shqetësim fizik. E njëjta gjë është të shkoj edhe për këshillim kur ka një shqetësim psikologjik, një shqetësim emocional, të cilin e shikon që është një temë që përsëritet vazhdimisht dhe nuk po e gjen dot zgjidhjen dhe drejtimin vet. Pranvera, unë dua të të falenderoj për ndarjen e këshillave gjithmonë të vlefshme që ti na jep. Faleminderit shumë dhe ty, Nela. Shumë suksese. Për të gjitha prindërit, për gjitha ata prindër që po na dëgjojnë, nuk keni nevojë të jeni prindër perfekt, edhe unë bashkë me ju, mjafton të jemi të pranishëm, të gatshëm për të dëgjuar dhe për të mësuar bashkë me fëmijët tanë. Rikthehemi pas pak në studio.